Nuk do të përfundoj fare me këtë qasje që ka zoti Albin Kurti. Ne kemi pas një takim konsultativ që bo sa për syje faqe. Kemi qëndruar në një sallë për 2 orë. Kemi afru ne si parti ish opozitari, i kemi afru alternativat për zhbllokim të situatës duke ofruar votat pa asgjë. Vetëm që të zhbllokohet kjo situatë të procedojmë me tutje, sepse ju e dini që sa muaj kanë përfunduar zgjedhjet dhe ne jemi pak konstituimin e kuvendit, ndërkohë Kosova po humb miliona. 1, se jemi vend i sankcionuar dhe 2, nuk kemi përfituar grante për zgjerim, sikur se ju ka ndodhur Serbisë dhe vendeve të tjera të rajonit. Zoti Kurti nuk ka reflektuar në këtë kuptim dhe në këtë drejtim, dhe unë mendoj që do të vazhdojmë njëjtë ashtu sikurse që kanë qenë seancat e radhës. Edhe pas vendimit të gjykatës kushtetuese, aktgjykimit të gjykatës kushtetuese, po e shohim që këta nuk kanë reflektuar, po interpretojnë aktgjykimin sipas vullnetit të tyre, ndërsa në anën tjetër aktgjykimin e 2014 ku jep të drejtën e përcaktimit të kandidatit për kryeparlamentar e ka pranuar. Nuk e ka kundërshtuar, ndërsa tash në fakt po e kundërshton me zbatuar një aktgjykim tjetër, edhe pse ky aktgjykim i thot qartë. E ki të drejtën e propozimit që ne asnjëherë nuk ja kemi mohuar, po nuk e ki të drejtën e bllokimit të seancës. Zoti Kurti nuk po reflekton, nuk e di se çfarë po menon. I kemi thonë sepse vendimi i gjykatës kushtetuese ka qenë të kthehemi në votimin para prak, që është me votim të hapur, sepse mendojmë që është shkelje ligjore.